Mirëmëngjesi, ju përshëndesim të gjithëve, sidomos anvisave tona besnike, rreze dielli në kuzhinë. Dhe ato që nuk janë besnike, dhe ato të që që ndodhë për shembull? Jo, është për e kuptova, kompliment. Pa tjetër që unë të kuptova. Që ndodhë për shembull? Kur unë isha jashtë kësaj Elbanës, shikoja televizor. Edhe shikoja normalisht gatimin, pa tjetër gatimin. Pa tjetër që shikoja atë që doja unë më shumë, po nga ndonjëherë vetëm në reklama. Në reklama, kontrolloja, pas e sa vinë të ora, brapti reporti. Reporti për reporti këtu, të reporti. Më që do në gatuar se vjene re mirë të në guzhin, pa këto histori kanë varuar këto telenovelat. Dëgjo, vetë jeta është telenovel? Po. Bravo. Që kështu? Ngjerit prap telenovela. Ne jemi vetëm kalimtar, e kemi thënë këtë pjesë. Ne jemi aktorët e sezonit. Në një skenë të madhe. Tani, kjo pjesa këtej me Gjethe Rushi... Tani, këte janë japrak të hapur. Të hapur? Po. Ato i lëmë njanë. Do filloj të bëj vetëm brumin e romstekve dhe ato romsteket e dasmave. Që të bjen pak e vogël. Këto gatueshin në përshpia. Po. Dasmat në përshpia. Dhe më duhet, mishi i grirë. Romstekët, prit t'i tregojnë që përbërësit edhe ndërko? Unë hedh direkt të përbërësit, sepse dua t'i jap kohë më pas që të marri veten, t'a vendos në frigorifer. Më duhet mish i grirë, qepa, kripa, piperi zi, piperi kuq, direkt, rigon. Dhe, pa tjetër 2 thelpi hudhër. Ja të ma një thikua. Do t'i shtypim. Pra deri këtu jemi tek ato qofte. Do të shtoj edhe një vezë. Thelpiti lë pak më vonë, sikur se kam edhe bukën. Bukë e fort. Ja. E qullu në ujë dhe e njomur, pra dhe e shtrydhur mirë. Kam gjetur bukën më të fort të mundshme sa për djeni. Sepse kjo duhet. Nëse unë kam bukën, atë bukën e të sa po marë, e vendos në ujë, do shikoni që do hapërdahet komplet tullja në ujë. Ja, Super, ja, do t'a punojmë tani të gjithë masën, të treja feta do të shtosh? Do bëj 2 njëherë, sepse unë kam shkruar të 2 feta buke, po 2 feta buke është të varësi, çfarë buke keni marrë. Po, edhe të sasis pjesës tjetër të përbërësve. E punoj dhe e kam rezervë pjesën e bukës tjetër, normalisht që do gri edhe hudhrat. Po si del më mirë, qoftë bumi qofteve, qoftë romsteku, apo çdo gatim tjetër me mishin e gri? Se disa i hedhin për shumë galete, qoftë flasë, jo te... Po, galeta buka është. E njëjta gjë është. Po që është e thatë. E njëjta gjë. Në ujë. Sepse është masa më e madhe. Ashtë të bëhet si më të thata kam për shtypjen. Edhe normalisht, sikur humbet fare. Me lakështirën humbet fare. Unë për shumë si Albana më mirë do të shtoja kuskus, që ruan edhe shien, do të shtoja tërshër, që ruan shien dhe jep një ekstra shije të veçantë, se sa galetën, trahanan, pa tjetër. Por trahanaja e imët, sepse ne jo më kote marim trahanan dhe vendosim në ujë që të zbutet. Pra e imta fare. Dhe kur jemi tek e imta, bë një përzierje shumë të mirë, me 2 feta buke shiko? Kjo është masa. Ja, si është masa. Po të doni ju mund të shtoni shumë pak fare vaj, gjë që unë do t'a lë të tillë. Sepse kemi thënë që duhet të pushoj çdo lloj brumi, mishi, mielli, duhet të rinë në frigorifer. Tikone ke tënde, në çfarë të duash bëj tani? Asnjë gjë i treguam besoj përbërësit, besoj e kuptuan, dhe megjithatë unë nuk lodhem asnjëherë duke ja u shpjeguar, lexuar përbërësit me gramaturat që ju t'i fiksoni sa më mirë. Siç do bëj dhe tani, pra recetën e romstekëve të dasmave. 1 kilogram mish viçi të grirë, 1 kokër vezë, 3 feta buk, 3 lugë vaj ulliri, 2 thelpinj hudhër, krip rigon, piper i zi, piper i kuq. Do të na duhet që në këtë proces ende nuk e kemi zhvilluar për lyerjen e romstekëve. Do të kemi 3 vezë, do të kemi miell dhe vaj për skuqje. Deri tani jemi në fazën e parë, pra përgatitëm brumin.
me mish viçi të grirë, me vezë, me qep, me erzat. Tani do të grimi më të dhe hudhrën, për t'ja bashkuar, për t'a ripunuar. Sigurisht që do t'i duhet të qëndroj pak masës, që të gjithë përbërësit të lëshojnë aromat e tyre, të shkëmben ato shijet dhe pa dyshim të forcohet pak. Vendosat renden e madhe, faktikisht, se sa të gjithë vogli ma do më mërë të kohë. Dhe, pa tjetër kjo rendja e madhe, me këtë, thelpin në udhë dhe është rendja e madhe, po grirjen e ka... Njësoj, nëse unë do t'i bje në kokë, është si puna e gladiatorit në arenën e madhe. Kjo është. Hudhra është e voçkur dhe arena është shumë e madhe. Nuk është Pompeje, që tjetë pasaj. 2-3 thelpin. 2-3 thelpin. Pse ka vendosur 3? Sepse me këtë mund të vendosja 2, por me që është e madhe normalisht që humbet paksa në grirje. Edhe një përzjerje, por kësaj radhe duke shtuar shumë pak vaj. Ja. Pra, me 2 feta buke, atë bukën masive që është 1 kilshe, 2 feta të asaj. Le t'jenë të thata, thjesht do t'i njom minuj. Ja, pra kjo është masa. Është masa e duhur. Unë do t'a lë paksa në frigorifer, që të jetë akoma edhe më kompakte. Paralelisht, duke qëndruar kjo masë, ja po e vendosu në frigorifer, ne do të bëjmë pjesën tjetër që do t'i lyzejmë. Do të vendos vezët, pra 3 vezë, Këtë periudhë jemi fiksuar me këto vezët e kuqe, to Vital. Vital është një kompani që në sill vezë cilësore, me proteinat e dura, me omega 3, me shpenë të rritura në natyrë, sigurisht, për të gjitha llojet e gatimeve, mundësive, paketimeve familjare, paketimeve më të vogla, vezë të kuqe apo vezë të bardha, dhe kjo, do thoni ju çfarë diferencë ka, është thjesht lloji i shpendit, i pulave që i prodhon këto lloje vezësh. Shpesher ato dalin ndonjëherë dhe me 2 të kuqe. Ajo është ku është? Me 3 na ka qelluar ndonjëherë ne? Jo, më vjen keq. Ende, jemi në pritje. Me 3 jo, më vjen keq. Jemi në pritje. I lëm gjërat e tjera me 3. Tani aty do shtosh vezët, do shtosh edhe mielin, se kështu ishte receta që lexova. Kam mielin. E ke nderu aty, okej. Dhe I largoj. Do bëjmë do merrem tani. I kam këtu dhe derisa të ftohet. Çfarë formullë? Jam do t'japim një formë kështu mesatare të këtyre tamam të romstekut, Okej, të romstekut të dasmave. Romsteku I dasmave. Largoj. Dhe me këtë emër të vjetër vjen edhe receta, ndërkohë ne do të shkëputim vetëm për pak për mesazhin promocional të radhës nga Prostatol dhe rikthehemi për t'i skuqur romstekët. Do të lëmë edhe pak në frigorifer, do t'i lëmë të shndrojnë. Dhe ja ku vim përsëri në kuzhinë për të vazhduar me recetën e romstekut. Kemi përgatitur japrakët e hapur, fantastike, mos harroni ta përgatisni nëse keni disa gjetherrushi, se të tjerat janë produkte që gjenden në shtëpi. Tani do t'i rikthemi recetës të parë, romstekëve të dasmave, se kështu e kemi quajtur dhe ne dhe kështu e ka vetë kjo recetë, me mishin e grirë, erzat, bukën, vezën, qepën e meradh dhe merav. Ja shifeni dhe një herë recetën e shkruar. Brumin për hir të së vërtetës, pasi e punua mirë, mishin e grirë, e lam të qëndroj në frigorifer. Edhe erzat shkëmben mirë aromat potenciali se cilës me njëra tjetrën, por ashtu edhe forcohet pak ky brum. I dha Albana formën, ja tek është në banak, dhe do t'i skuqim. Por para se t'i skuqim, kemi vezët, kemi dhe mielin. Do kalojnë në një fazë tjetër. Ja 3 vezë aty të raura. Ndërkohë që merremi me formën, lyerjen, pudrosjen me miell, vaji nxehet në tigan dhe punojmë paralelisht. Qëndron ashtu më I fort kur e kemi lënë të pushoj dhe aq më tepër në frigorifer. Pra, supozojmë që nuk do të na çahen,
është një mas e lidhur mirë. E marë, e largoj, opa, këtu. Ja, me ata aromën e energjikut, po e hapë dhe në kapakun. Op, të vëndi vetë. Perfekte kjo gjella këtu. Pra në miell, në vezë dhe në skuqe, në vaj. Bëheni kështu si peta shuqe, që të mos forcohen, mos thahen, por nga të dy anët do të punojmë me kujdes. Marrin atë ngjyrën e bukur, të kenë shijen brenda. Mielli normalisht ruan lëngjit e biftekut, e rëmsekut. E të biftekut, pse? Do të shtoj nivelin e nxehtësisë. Pra, e kaloj në miell, që bëj komplet izolimin e lëngjëve dhe më pas unë e kaloj në tek veza. Po të duam ne, nëse bëjmë 2 herë, është akoma edhe më mirë. Në fillim fare nuk e lëmë me zjarrt të lartë, sepse temperatura do djegi pjesën e jashtme dhe brenda do të ri e butë, do të ri gjak. Sepse buta është e mirë, por do të ri gjak. Filloj dhe merrem sërish me pjesën tjetër, gjithmonë duke lyer duart, sepse vaj ndihmon në mos plasaritjen ansoreve. E lë që të përthithi nga lakështira vetë mielin. Dhe marrë më mirë një shpatull për t'i kthyer. Që ta kthej. Bëjmë këto 3 të para, do t'i kullojmë pastaj në një dras, se qëndrojnë ashtu në ngrohtësinë e saj. Patjetër të drasa vendos letër kuzhine, që të përthithen vajrat. Ne të shohim tani gjëmën. Opa, shifeni, asë nuk është qarë, ka marrë ngjyrën. Kjo do më tepër, sepse nxehtësia ta shohësh shumë nga lart, pa e ditur se çfarë është, duket sikur është bukë me vezë. Nga shtresa e sipërme. Po nga ato të mirat se riskat e vezë gjithandrishe. Po nga ato të mira tamam. Edhe tjetra do pak më tepër se është vendosur e fundit. Patjetër që do pak kohë. Ne do t'i vazhdojmë, do t'i skuqim, ju besoj e kuptuat dhe është e zauruar shpjegimi për mënyrën se si përgatiten.